Mirë se erdhët të dashur ujor në Letra Trefe. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj për javën që po vjen. E shikoni, kam hapur 10 letra me këtë një oracle. Radha e parë është për punë, financa, ekonomi, investim, karrierë, ku di unë, shkollë, që është për zhvillimin profesional tuaj. E dyta është për dashuri, por brenda saj kam futur dhe një pyetje tjetër: a do të kthehet apo do të ketë rikthim për ata që duan një ribashkim? Dhe treta është rezultati i juaj i gjithë leximit, ta them kështu. Të dashur, jeni duke kuptuar që ka nevojë të ndryshoni drejtim. Duhet diçka këtu patjetër të ndryshoj. Rradha e parë që është për punë, vizioni këtu, po kërkon shumë, duke menduar shumë, por duke mos vepruar shumë, ta them kështu, apo fare. Duhet të zgjedhësh drejtimin. Mos kërko pafund, të dashur jor, për të gjetur opsionin perfekt apo mundësinë perfekte. Vepro me atë që janë tani. Nga që je duke duke kërkuar diçka më mirë, s'ka fund, e bukur s'ka fund. Puno, vepro me ato që je i ke tani. Pra, ti i sheh gjërat shumë qartë, që është vajza e ajrit, por analizon shumë dhe po bllokohesh. Kjo të bën të mos ecësh para. Siç thash, mos i mendo gjërat pafund. Që të dyja letrat është vizioni aty, por veprimet jo. Dhe kjo qartësia juaj, vendos dhe vepro. Mos u ftoh emocionalisht ndaj punës që do. Dhe ylli, të dashur jor, tregon potencialin shumë të madh për sukses dhe përmbushje. Por problemi këtu është që nuk po beson plotësisht në këtë proces. Po s'jeni ju të bindur, si mund të bindini dikë tjetër? Të bashkëpunoj me ju, të realizoni atë që dëshironi. Tani, çfarë mund të bëni? Beso më shumë në veten tënde. Beso në atë që vërtet dëshiron dhe ta sjellësh në jetë. Mos u dorëzo. Rruga jote ka rezultate shumë të mira. Shumë të mira. Pra, të fillosh me atë që ke. Je në drejtim të mirë, thjesht duhet të ndalosh se menduari shumë dhe të veprosh më njëherë, pa pritur një moment tjetër apo një moment tjetër, edhe kështu me radhë. Dashuria, të dashur, kam 10 të zjarrit, 4 të tokës dhe integrimi apo qëndrueshmëria. Ti mund të mbash shumë dhe të japësh shumë. Kjo është kapaciteti jot. Por je lodhur nga dashuria, ke marrë përsipër shumë gjëra, apo të ka lodhur kjo situatë këtu. Nuk është partneritet, nuk është pra të mbash gjitha vetëm. Lësho pak nga këtë ngarkesë. Jepi dhe dikujt tjetër përgjegjësi, mos u sakrifiko për gjëra që nuk kanë kthim, që nuk do i marrësh. 4 të tokës kërkon siguri dhe stabilitet, absolutisht. Po kapesh shumë nga frika, mama të qëndroj kështu, me këto pak sa marr, vetëm të mos ta humb. Pra, mos i kontrollo gjitha, jep hapësirë vetes, beso më shumë në veten tënde. Mund të krijosh një lidhje të balancuar dhe të shëndetshme. Duhet të gjesh këtë ekuilibrin, duhet të gjesh këtë integritetin, mos jep më shumë se sa merr, apo për të ndërtuar këtë harmoni. Mos e idealizo, ta them kështu. Dhe pyetja tjetër që kisha bërë brenda, a do të kthehet personi që dua? Nëse vjen me të njëjtën histori, nuk duhet ta pranoni kurrë. Arsyeja pse erdhi në ndarë është ajo. Nëse është një histori tjetër, ka një ndryshim, atëherë po, absolutisht. Me kaq sa shikoj, është një gjë që
të them, është e njëjta që ka qenë. Por, me manifestimin këtu, thot, ti po tërheq atë që je. Shpesh themi, gjithmonë po tërheq njerëz të këqij. Nuk do të thotë që jeni ju të këqij. Është energjia e mosbesimit, është energjia e mosgjetjes personit të duhur. Është atë që mendoni, nuk kam më meshkuj apo vajza të mira, nuk mund të gjej dashurinë e jetës time. E kështu me radhë, manifestimi është kjo pra, atë që mendon, atë dhe realizon. Ndryshon mënyrën se si mendon dhe si ndjen. Mos mbaj energji negative. Fokusohu te ajo që do, jo te ajo që nuk do. Apo jo te ajo që ke frikë, dhe kështu mund të marrësh rezultate jashtëzakonisht të mira, duke menduar dhe realizuar gjëra të bukura. E ardhmja apo rezultati absolutisht ka potencial për të gjetur qetësi dhe qartësi, lumturi dhe harmoni. Një mundësi shumë konkrete dhe qëndrueshme është duke ardhur. Stabilitet, përfundimi një faze të re, një faze të vjetër dhe arritje të re. Merr vendim që të jep paqe kësaj radhe. Prano këtë mundësi të re. Unë nuk do të thosha të prisni një të vjetër. Ndërto diçka të qëndrueshme nga që e meritoni. Aty ku jep, aty ku merr, aty dhe jep. Në para pra duhet të veprosh, jo të vetëm të mendosh e të analizosh. Në dashuri duhet balanca dhe çlirim nga kontrolli, për të mbajtur një gjë që nuk funksionon, apo për të mbajtur me do e mos një gjë që mendoni që ju bën mirë. Në të ardhmen të pret stabilitet dhe arritje, por duhet ti përshtateni këtyre pikave që ju kam dhënë para. Të dashur ujor, nuk të mungon asgjë për të arritur atë që do. Thjesht ndalo së komplikuar rrugën tënde.